Sipas mediave gjermane, vendi mbetet ende një sekret i ruajtur mirë për shumë turistë europian, megjithse populariteti i tij po rritet me ritme të shpejta. Nga Ksamili në Karaburun, Bregdeti shqiptar ma gjeps vizitorët. Riviera shqiptare krahasohet shpesh me Greqinë, falxhireve të qeta, ujrave të kthjellta dhe restoranteve të vogla buzdetit. Në qendër të vëmendjes qëndron Ksamili, i njohur për plazhet me rërë të bardhë, detin e cekët ngjyrë bruz dhe ishujt e vegjël, që mund të arrihen me varg brenda pak minutash. Më në veri, Himara ofron një atmosferë më të qetë dhe më pak të frekuentuar, ndërsa Gadishulli i Karaburunit tërheq vizitorët me natyrën e egër, xhiret shkëmbore dhe peizazhet e paprekura. Sipas mediave gjermane, duket se turizmi është në rritje, por Shqipëria ruan autenticitetin. Shenjat e bumit turistik janë të dukshme. Në vitin 2025, Shqipëria priti rreth 12.47 milion vizitor, një shifër e jashtëzakonshme për një vend me sipërfaqe relativisht të vogël. Megjithatë, larg zonave më të frekuentuara, vendi vazhdon të ruaj karakterin e tij autentik. Kuzhina tradicionale mbetet një tjetër pikë e fortë. Tava e kosit e konsideruar pjatë kombëtare dhe byreku tradicional me djath ose spinaq përmenden si përvoja që nuk duhen humbur nga turistët e huaj. Shqipëria pritet të tërheqë gjithnjë më shumë turistë në vitet e ardhshme, fal lidhjeve të reja ajrore dhe promovimit në rritje të rivierës shqiptare, një vend ku vizitorët që zgjedhin ta eksplorojnë mund të përjetojnë ende një Shqipëri autentike larg turizmit masiv.